Se të këqia kanë ekzistu gjithë dhe kanë ekzistu gjithmonë. A më duhet këtë njerëz të atilë që spajtrohen në atë keqe, që e kundërshtojnë atë keqe, që ju ndihmojnë atyne vëzërve dhe atyne motrave, atyne trive dhe trejave tona, më rikthye apet me i tërhek, mos me i lonë humner, po me i morë për sëri ofër veti, jo me i luftu, jo me i kundërshtu, jo me i bo ata me ndi vetën të anashkalu, edhe të dojnë prej shoqënisë, me i afru ofër veti, me i morë nga të veti. Prandaj e kemi obligim si njerëz, e kemi obligim si besimtar, mos me konë vetëm muslimun, mos me konë vetëm musliman. Valla, unë jam musliman, hoxha, pe adhoroj Zotin, pe falenderoj, mos të mu të kërkosh, as po du me mu të kërkon, me po me shku me i trokit të kujna nderi, mi thonë, hajde për vlasën, na u përhabrën një keqen në vend, na u përhabrën një keqen në fshat, na u përhabrën një keqen në mahal ku po jetojmë. Hajde besë që një muj dit nuk kemi ujë të pijes. Hajde besë që so ku filon venin, rinia jonë po drogohen, po alkoholizohen, po fliqen, po prishen. Ja, hëgjë, valla, mu mësë më falë, po mësë më përzi, unë atë punë zduën e me mu morë me ato sene. Amo, po thëtë Allahu Gjellëshanuhu, me laqës, kur e dërgoj në këtë vendin, tha, pikrisht për qatina nisja. Se nuk e në gjendje asë njëherë mu qu, edhe asë një laf, asë një fjallë me folë kundër të keqës. Ndaj, të mundohemi që ta luftojmë të keqën në sporin e vetë vetën tonë, e në familjet e tona, e të fëmija jonë, e të vllaznia jonë, e të motrat e tona, e në kabilet tona, e në mahallën ku jetoj, e në fshatin ku jetoj, e në vend banime tona ku jetoj. E mos pajtohemi asë njëherë, e mos dorëzohemi asë njëherë para të keqës, e cila ka mundësi me përfshi një vend edhe me rizikue. Jo vetëm djalin e filanit, jo vetëm djent e filanit, po kadal edhe familjen tonë, edhe vetveten tonë, edhe shtëpinë tonë, edhe shtëpinë e secilit. Ne lutim Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu